Sot është një skuadër që me ardhin e trajnit duket sikur ka ndryshuar totalisht dhe mentalitetin. Është një skuadër që luan futboll, është një skuadër që me çdo kundërshtar tenton të presojë, është një skuadër që i pranon dhe duelet 1-1, nuk është një skuadër që sakrifikon çdo gjë për rezultatin dhe i pasqyrohet pastaj edhe në rezultate, sepse në momentet e caktuara megjithmonë nuk e kanë marrë atë rezultatin e dur, por që kanë prodhuar futboll dhe kanë qenë me çdo lloj kundërshtari kanë qenë kompetitiv. Dhe besoj që është shumë e merituar kjo ngjitje në Ligën B. Ka një grup futbollistësh fantastik. Mos harrojmë që mungon të Zhegrova, mos harrojmë që një lojtar që bëri diferencën në Champions League. Ajo është mungesë. Të mungojë Zhegrova në ekip dhe ti të fitosh 3-1, kjo është mungesë. Ne Çajmi na mungoi, kush na mungoi, më fal, kush ishte? Hysaj. Flak. Na mungoi golashënuesi kryesor. Atyre mungon Zhegrova, lojtari një nga lojtarët më të përfolur në Evropë. E kupton? E di si është kjo? Dhe fituan 3-1. Po pse? Shikoj në fytyrë, shikoj si janë. Janë gjithë kurajo, janë të mbushur, plot energji, plot gjak, plot energji pozitive.